Qeveria nuk do të ngrej bordin e naftës pasi deri më tani nuk është konstatuar rritja abuzive e çmimit të karburantit si pasojë e shtrenjtimit në bursa ndërkombëtare nga lufta në linjën e mesme. Në një takim të organizuar mes kryeministrit Rama, disa ministrave dhe tregtarëve të karburanteve u bë ditur se deri më tani tregu ka qenë i qëndrueshëm. Në Shqipëri çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Natyrisht kjo do të thotë marzhe më të ulta fitimi për ju, po më mirë marzhe më të ulta se sa bordin në kurriz. Rama u ndalë tek rezervat e naftës, duke theksuar detyrimin që tregtarët kanë për të siguruar sasitë e duhura. Sipas informacioneve të marra, konsiderohet që ju keni një rezervë të arsyeshme, e cila fizikisht është aty për 30 ditë, ndërkohë që në kontratat tuaja figuron e garantuar për rreth 100 ditë. Ministri i ri i infrastrukturës dhe energjisë tha se projekt ligji i ri për rezervat është gati për miratim për të garantuar më shumë stabilitet. Ka si rrëdhoi një plani afatgjat, ka mbi 2 vjet që punon për ligjin e ri të rezervës së sigurisë hidrokarbure, i cili është edhe konsultuar me publikun para disa muajsh dhe tashmë është në fazën përmbyllëse për miratim. Përveç naftës, monitorimi është rrinë në të gjithë vendin dhe për çmimet e produkteve të shportës, ku shpeshherë ndodhin abuzime, ndonse deri tani edhe këtu situata paraqitet e qëndrueshme. Jemi duke monitoruar, siç thash, në mënyrë ditore furnizimin me ushqime, çmimet e ushqimeve, për produktet kryesore të shportës. Kemi identifikuar 7% të produkteve të shportës, të cilët jemi duke monitoruar në disa pika tregtimi dhe aty nuk ka pasur asnjë luhatje. Deri më tani kanë kaluar gati 3 javë nga sulmet në lindjen e mesme, të cilat shkaktuan rritje të shpejtë të çmimit të naftës në bursë. Aktualisht ai qëndron mbi nivelin e $100 për fuqi, ndërsa në Shqipëri është në pragun e 200 lekëve për litër.